Temperaturat e larta që kaluan 35 gradë Celsius këtë fundjavë sollën fluks lart pushuesish në jug të vendit, duke mbushur plazhin e Borshit e duke rënduar qarkullimin në dalje të Vlorës gjatë mbrëmjes së të dielës. Vetëm gjatë të dielës që lan pas, qindra qytetarë dhe turistë vendase të huaj zgjodhen plazhin e Borshit për të kaluar ditën pranë detit, ndërsa siç duket edhe nga pamjet, Bregdeti ishte i tej mbushur me pushues, të cilët shijuan ujërat e kristal, hapësirat e gjelpra dhe shërbimet me çmime të përballueshme. I konsideruar si një nga plazhet më të preferuar familjare në jug të Shqipërisë, Borshi vjon të tërheqë çdo ditë qindra vizitorë, ndërsa sezoni turistik duket se ka nisur me intensitet të lartë. Ndërkohë mbrëmja e të dielës ishte e shoqëruar me trafik të rënduar në bypassin e Vlorës, si pasojë e largimit masiv të pushuesve që zgjodhen pikërisht qytetin dhe Bregdetin e Jugut për fundjavën. Qindra automjete të nisura drejt kthimit, duke krijuar radhë të gjata në dalje të qytetit. Sipas pamjeve në teren, kolona e automjeteve u shtri për disa kilometra nga zona e Pusit të Mezinit deri në rreth rrotullimin e daljes drejt autostradës. Fluksi i lartë i vizitorëve gjatë fundjavës dhe temperaturat përvoluese sollën një ngarkesë të shtuar në një prej akseve kryesore hyrëse dhe dalëse të Vlorës, duke e kthyer mbrëmjen e të dielës në një tjetër test për qarkullimin rrugor në kulmin e sezonit veror.